Si pasojë e tarifave të reja të vendosura nga autoritetet amerikane, prodhuesi i njohur gjerman i automjeteve, Audi, ka pezulluar përkohësisht eksportin e makinave të saj drejt tregut amerikan. Ky vendim është marrë pasi Audi nuk disponon impiante prodhimi në SBA, ndryshe nga disa kompani të tjera të industrisë automobilistike gjermane. Për rrjedhoj, të gjitha automjetet që dërgohen në SBA prodhohen në Gjermani, Hungari, Slovaki dhe për modelin e 5 edhe në Meksik. Vendimi për pezullim vlen për çdo porosi të re të bërë pas datës 2 prill. Sipas portalit të specializuar Automobiluoqe, të vetmet automjete që nuk do të preken nga ky vendim janë ato që kanë mbërritur tashmë në SBA para datës së përmendur, të cilat do të shpërndahen te klientët siç ishte planifikuar. Lajmi është konfirmuar nga një zëdhënëse e kompanisë Audi, e cila shtoi se mbi 37.000 njësi të markës ndodhen aktualisht në magazinat e shitësve në SBA. Këto makina do të shiten me një shënim të posaçëm që tregon se nuk preken nga tarifat e reja doganore. Në përpjekje për të ruajtur ritmin e shitjeve dhe për të shmangur ngadalësimin e tregut, Audi po shqyrton strategji të reja mbështetëse për rrjetin e shitësve me pakicë në SBA. Këto masa përfshin stimuj të mundshëm për blerësit, oferta promocionale dhe fushata të reja komunikimi që synojnë rritjen e interesit për automjetet e gjendura në stok. Qëllimi është të minimizohet ndikimi i tarifave në të ardhurat e kompanisë dhe të ruhet pozicioni i fortë i markës në tregun amerikan. Ndërkohë, mbetet e paqartë se për sa kohë do të zgjas pezullimi i eksporteve dhe nëse Audi do të konsiderojë zhvendosjen e një pjese të prodhimit në territorin amerikan në të ardhmen për të shmangur ndikime të ngjashme.